nuk e zaventson profesorin, sepse logjika për punimit, vana dhe mënyra si interpretojmë është e jona. Vetëm pak, nëse na kemi një temë edhe dona me përdor kreativitetin tonë që me zhvillu qatë temë, në këtë rast AI po na zaventson qatë kreativitet, se nuk mund është ti me qenë kreativ kur aq shpejt, ajo ti jep 20 mundësi mrena sekundit. Apo na demelav trunin kjo, po flasë edhe për studentat edhe për gjithë shka. Apo ta demelav se ti s'ke nevoj ma me menu, si me shpikun e diçka tre, se ja shkru në ChatGPT, sa ajo ta ka këthen përgjegjen, edhe ti i merë 5 verzionet mundshme. Në gjitha profesionet nuk është që ka gjithmonë kryus kulmor, shumica e mediokra që punojnë punë rutinore. Edhe Hollywoodi akuzohet për industri kulturore që prodhojnë seri, pra nuk është që vlerësohen gjithkohën ose vinë shprehje artistë të cilët janë kryus veçantë. Artistat në fakt janë shumë kundër inteligencës artificiale, sepse po merret fytyra jeme, zoni jem, po përdoret... Ajo është keq përdorim tani, po flasë për ta për na... Nuk mendoj që po na dëmbelavë ose po na shumë kreativitetin, se atë o e ki ose ki, edhe nëse je kreativ ti ki me gjithë një mënyrë që shki me shpaq. Ndoshta ma shumë është kalimi i kohës në telefona, si kohë në telefon që të shkput prej aktiviteteve tjera, problemi se sa direkt me AI. Nuk mendoj që është u demelavë. Për shembull, po ta lehtëson procesin, unë pajtona me Resulin, nëse keme shkru një email shumë zyrtare dhe ti je shumë përngut edhe thjesht në fund ka me qenë përgjigje pozitive që ato email-e. I krynë shpejt, shumë shpejt, shkruj një email pozitive për këtë edhe po ta shkruan edhe ty po ti merë 2 minuta krejt kohë, ndërkohë që kish me ti marë 30 minuta, 15 minuta, mos e exagjeroj. Do thënë, varet se si e përdor, unë mendoj që munde me përfitu shumë, ose për shembull psikolog munde me fut në ato sistemet e punës. Unë personalisht me pas njerëz që janë IT, e kisha përdor shumë në punën time. Për shembull, kisha kriju një sistem të klientëve ku ata paraprakisht kishin me caktu direkt për shtëpis terminin, s'kishin me më shkru mu, kishin me hy aty, kishin me bo një test për shembull për ankthin, për depresionin, edhe kur kisha ardhe unë direkt në seancë, 2-3 seanca veç i kishë paraprija i prej shtëpisë edhe janë pyetje interesante që kishë mujtë mjë dokë. Niva që reagove parës kur thash, a nuk të frigon fakti që ekziston diçka ma inteligente se njeri në tokë? Se duhet me na frigu. Sepse kemi qenë ma inteligentet. Na kemi mendu që jemi ma inteligent. Kemi mendu. Na e kemi kriju, krijemi njerëzve në fund ditës. Na po i themi inteligent, po ajo mund me qenë ma e ditur, mund me pas informacione ma shumë, po nuk është që i ka atributet që i kemi ne. Më kujtohet antikon si fëmijë.